Me thonë drejtën Interi për shkak se na kam poshtë neve, Barcelonën, kam qenë në këtë ndeshje tifoz i Parisit, dhe normalisht që Parisi si vjet ka tregu nga fillimi një performancë jashtëzakonshme. Luis Enrique mendoj që është në kulminacionin e tij si trajner, për shkak se ka arrit me bën një kombinim të jashtëzakonshëm të individëve të cilët kanë pas performancë të mirë në vazhdimsi, edhe ka arrit me kriju një identitet lojës që u pa edhe në finale që është i pathyeshëm. Interin e demoloi me një rezultat i cili do të mbahet mend shumë gjatë. Interi, domethënë, një ekip i cili gjatë rrugës ju shtun apetitet, për shkak se në fillim ndoshta nuk është parashikuar si një ekip i cili do të mund realisht ta prekte finalen, por që normalisht që me kalimin e lojëve edhe apetitet rriten edhe menduan se do ta marrin Champions League.